Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit për studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po edhe me mysafir në studio dhe biseda në këtë magazinë informative. Në pjesën e parë të emisionit frontal do të flasim me kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputet të Kuvendit të Kosovës, Naim Hajrën. Kurse në pjesën e dytë të emisionit frontal do të analizojmë bashkë me Aferdita Maliqin dhe Shkelzen Dokajn, do të analizojmë fushatën që kanë bërë deri tash partitë politike dhe prezantimet që i kanë bërë dhe cila ka qenë mënyrat për t'i bindur qytetarët e Republikës së Kosovës për t'i votuar këta kandidat. Pra, qëndroni me ne për të kuptuar dhe për t'i dëgjuar vlerësimit edhe të analizave, mirë po edhe të kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputet zoti Hajra. E para së gjithash kemi titujt kryesor. TZAP dënon me 5.100 euro gjob lëvizjen vetëvendose për përdorimin e vajzës së mitur në tubimin e Vushtre. Fitore Paculli shkon në veri merr pjesë në vendosjen e tabelave të rrugës, njëra nga to mban emrin e Gjurgjiçit. Parlamenti Evropian miraton raportin për Kosovën, thuhet se vendi humbi vitin shkaku i bllokadës. Roma del me reagim për taksën, thotë se veturat do t'i paguajnë 1 ose 2 euro, kjo anulohet nëse qeveria zbllokon fundet. Këta janë titujt kryesor, mirë por ne kemi shumë informacione në kuadër të kësaj magazini informative, të cilën po e nisim me një vendim që ka marrë ministria Fitore Paculli, e cila sot ka qëndruar në veriun e Kosovës dhe ka emëruar disa rrugë dhe sheshe me emra të ndryshëm. Në mesin e tyre, një rrugë e ka emëruar me emrin e Zoran Gjingjicit. Bashkë me punëtorët arritje në Mitrovicën e Veriut. Aty ministria në detyrë planifikimit hapësinor Fitore Paculli erdhi që ta përcjell vendosjen e tabelave me emrat e rinj të rrugëve. Në të njëjtin vend në hyrje të qytetit u vendosën emrat e figurave historike shqiptare si Isa Boljetini dhe ish kryeministrit të Serbisë Zoran Gjingjich. E pyetur nga gazetarët lokal, Paculli deklaroi se kjo u bë me kërkesë të qytetarëve të Mitrovicës së Veriut. Ne po bëjmë punën tonë. Kuvendi mori vendimin për ta ndryshuar emrin, sepse qytetarët këto nuk po merrnin pakon nga posta. U votua në kuvend dhe tani po i fusim emrat, sepse është një procedurë teknike. Mënyrë pas kësaj, kryetari i qytetit Milan Radojević i mbuloi shenjat e rrugëve duke e quajtur një veprim të tillë si propagandë. Ata i vendosën tabelat në mënyrë të paleqshme dhe në kundërshtim me vendimin e Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut. Siç dihet, më 30 janar ne kemi miratuar një vendim që ka shfuqizuar aktin e mëparshëm për riemërtimin e rrugëve, sepse ishte miratuar në kundërshtim me ligjin. Nuk pati debat publik dhe nuk pati komision shumë etnik. Asnjë serb nuk mori pjesë në punën e atij komisioni. Kështu që vendimet ishin absolutisht të paleqshme. Megjithatë, policia e Kosovës ndërhyri menjëherë dhe mbulojat e vendosura nga kryetari Radojević u larguan nga tabelat. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera. Paneli zgjator për ankesa dhe parashtresa e ka gjobitur lëvizjen vetëvendosje me 5.100 euro gjob. Kjo për shkak se gjatë një tubimi kanë shfaqur një të mitur e cila veç të tjera kishte recituar para masës. Lëvizja vetëvendosje gjobën e shqiptuar detyrohet ta paguaj në afatin prej 15 ditëve. Ky vendim erdhi pas ankesës së Institutit të Kosovës për Drejtësi dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët kishin dërguar në institucionin përkatës. E këtu në Prishtinë sot gjatë ditës, presidenti i Këshillit Evropian erdhi për vizitë në Kosovë dhe u takua me ushtruesin e detyrës së presidentes, kryeministrin e detyrë dhe liderët e partive opozitare. Pas një viti e një muaji u rikthye në kryeqytetin e Kosovës. Vizitën e tij të dytë në Prishtinë, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa e nisi në presidencën e Kosovës. Për dallim nga viti i kaluar, tash u pret nga UD presidenti Albulena Haxhiu, me të cilën diskutoi për rreth 40 minuta. Nga aty diplomati portugez u nis për në objektin e qeverisë, ku u pret nga kryeministri në detyrë Albin Kurti.
Sipas njoftimit për media nga ekzekutivi, Nikoçiri theksoi përkushtimin ndaj reformave të Bashkimit Evropian. Kryeministri në detyrë Kurti theksoi përkushtimin e qeverisë ndaj reformave që derivojnë nga plani i rritjes dhe instrumentet e tjera të paraantarësimit, duke nënvizuar rëndësinë e marrjes së statusit kandidat. Pasti mysafiri nga Portugalia u takua edhe me liderët e partive opozitare në Kosovë. E pasi përfundoi të gjitha takimet, Costa doli në konferencë për media nga zyra e ABE-s dhe tregoi çfarë mesazhi pati për ta. Kosovo heads to election this weekend. Ndërsa Kosova shkon drejt të zgjedhjeve, këtë fundjavë mesazhi im është i thjeshtë: partneritetet vijnë me përgjegjësi. Bashkimi Evropian mund ta mbështesë Kosovën, por nuk mund ta bëjë punën e Kosovës. Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe të qëndrueshme funksionale, të afta për të kryer reforma. Në takimet e mia sot i kam inkurajuar të gjithë aktorët politik që ta bëjnë integrimin në Bashkimin Evropian një përparësi për të ndarjeve politike dhe të punojnë së bashku. Sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian, shtoi se nuk beson se do dalin probleme nga brenda Unionit nëse Kosova përmbush kriteret. Ne jemi pajtuar në procesin e antarësimit dhe shumë e rëndësishme që Kosova ta përmbush hap pas hapi atë që kemi rënë dakord tashmë. Bindja ime është se në fund të procesit nuk do të kemi probleme brenda Bashkimit Evropian. Në fund, Kosova kërkoi vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kthehemi në studion e emisionit Frontal për ta nisur bisedën e parë me kandidatin për deputet nga radhët e Lidhjes së Demokratike të Kosovës, zotin Naim Hajra. Zoti Hajra, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit tash. Faleminderit shumë që i pjesë emisionit Frontal, me që vjen nga Mitrovica, më lejo t'ju uroj edhe për emërtimin e rrugëve në Mitrovicën e Veriut. Faleminderit Arsim, po me sa po, domethënë emërtimi nuk është siç do duhej me qenë, me që në të njëjtën shtyllë që vendos dy emra që nuk do duhej me qenë afër njëri tjetrit, as më pak do duhej me qenë Zoran Xhinxhić në të njëjtin vend ku figuron emri i heroit tonë kombëtar i Sabolitinit. Po siç e keni pa edhe jo Mitrovica tash sa vjet është bën fart podiumi i populizmit ku në këtë skenë lloj-lloj sharlatanit tash sa vjet vije dhe mbon leksionin mbi patriotizmin, mbi çlirimin, mbi atë dhe dashurinë. Po e vërteta dallon nga ajo që thuhet në këtë farë populizmi, më thonë me proklamu idenë e çlirimit veriut, e të njëjtën kohë me shtyp përpara një ligj i cili ju jap mundësi tash të gjithë pasardhësve të kriminalëve me postë në shtetësi a priori të Republikës Kosovës, mendoj që janë dy gjëra që nuk shkojnë. Një ligj i cili realisht ishte miratuar më herët dhe tash është po zbatohet. Por një ligj është miratuar nga qeveritë e kaluara, nuk e di në atë kohë ka qenë LDK-ja, po nuk është ligj që është miratuar tash në Kuvendin e Kosovës. Ideja zbatimit të këtij ligji ka ardhur nga kjo qeveri, domethënë është shtyp përpara si ide me u implementuar, dhe unë mendoj që është një implementim në heshtje i marrëveshjeve të fshehta që janë bërë në dëm të Kosovës të kohët e fundit, por derisa kështu në publik na kemi kemi bashkëjetuar me këtë populizmin e vrasht tash sa vjet. Në prapavi me sa shihet ka ndodhur disa negociata e disa marrëveshje, të cilat tash po implementohen në heshtje, e cilat janë jashtëzakonisht dëmshme për shoqërinë tonë. Nëse referohemi këtij ligji Arsim, ka disa probleme me këtë ligj. E para është një farë asimetrie historike. Do duhej përderisa ta zom në komunën e Logjinës Preshevës u hiqet e drejta e shtetësisë shqiptarëve që jetojnë atje, nëse në 6 muajt e fundit fizikisht nuk kanë qenë aty, te ne ndodh diçka e kundërt me këto. Domethënë ne ja njohim a priori në shtetësinë serbe pa marrë parasysh që ka prej tyre që s'kan jetuar në Kosovë me dekada, edhe mbase nuk e dinë ku është Kosova hiç. Po ata tash me këtë ligj do t'i gëzojnë të gjitha benefitet që i gëzojmë ne që kemi qenë pale dëmtuar pe kësaj lufte. Ku është rreziku këtu? A ka ndonjë problem? Po, një ndër to është kjo, domethënë asimetria historike, e tjetra, domethënë është problemi me demografinë. Unë mendoj që aspekti demografik në Kosovë rrezikon me u ndryshu me këtë ligj, sa për statistikë, domethënë ditëve të fundit, në baza ditore nga 170 serb marrin në shtetësi të Kosovës, aplikojnë për me marrë në shtetësi të Kosovës, që i bie statistikisht në vit afër 50.000 serb do ta kenë mundësinë me fitu këtë shtetësi,
edhe unë besoj që nëse ne vazhdojmë me këtë ritëm, me pranu shtetësinë e gjithë pasardhësve të serbëve që kanë jetuar në vitin 1998 në Kosovë, atëherë demografia edhe trupa elektorale në Kosovë do të ndryshojë. Realisht do të kemi ne kjo dhe këto zgjedhje për shembull. Po tash mund të ketë efekte edhe në këto zgjedhje, po fakti që ata po aplikojnë, më thonë masovikisht me marrë këtë shtetësi, na bën me kuptu që ideja prapa këtij ligji e prapa kësaj marrëveshje ishte që ne me ndryshu, më thonë, aspektin demografik të Kosovës. Më bë përqindje me madhe se shqiptarët, po përqindje shumë e madhe se sa që ka qenë realisht. Një përqindje shumë e madhe se sa që ka qenë, de facto, edhe që është me edhe më shmjarësim, më thonë, e kemi thonë tashma, nuk ka asnjë filtr për m'ja mohu serbëve të cilët në një formë ose një tjetër kanë qenë të përfshirë në aktet e luftës që janë kryer në Kosovë. Mjafton vetë që dëshmojnë që janë kanë dikur në Kosovë ta bëhen. Mjafton që në vitin 1998 ka kryer krima, s'ka kryer krima. S'ka rëndësinë nëse ka kryer krima apo jo. Ai policia atje, i cili në sup, në ato zyrat e supit famshëm, i ka maltretu printon, e ka rre babën temshë deri në Livanuesi e në prag vdekjes, do ta ketë mundësinë e njëjtë ta zomë që është gjallë me gëzu njëtin pension që shë gëzën babo jam. Që i bie viktima edhe agresori do të kenë mundësi nga i njëti budget, nga i njëti shtet, me morë benefitet e njëta, pa u penalizu. Dhe më një që është shumë e dhimshme, pastaj për me që matutje këtë dhemshëri, më thonë, nipat e fmit e veteranve të UÇK-s, në kontekst të shtetësisë Kosovës dhe benefiteve që i gëzojnë nga shteti Kosovës do t'jenë të barabartë me nipat e fëmijët e kriminalëve që mos me i përmend me emër. E ke përmend në një intervistë që e poshtë kishte thënë që mi barazu nipjen e Ratkut me nipat e ushtarëve të UÇK-s dhe veprimtarëve. Në vitëm në kujtu Ratku, se unë jam i Skënderojt, ta në Mitrovic, se kena pas një farë qendra atër në Prishtinë zvishëm, por në Mitrovic zvishëm, e di që edhe para lufte u folë shumë për këtë Ratkun. Aja Ratku ka qenë një prej aty në policëve të rrezikshëm të kohës, i cili, se më thonë, i ka amo tash me siguri ka me egzu shtetësinë edhe benefitet, e Ratku ka qenë një prej aty në policëve të rrezikshëm që i ka maltretu. Kur e dëgjova të temu këtu ai Ratku i tmerrshëm Mitrovic që ka maltretuar shqiptarë. Edhe kurse harroj arsim ka qenë një rast në shkollën fillore Mixheni në Tavnek atje në Mitrovic, ku unë kam qenë nxënës, organizoi festa e 28 nëntorit në atë amfiteatrin e vogël të shkollës, edhe kanë qenë disa aktivistë kohës, le të them pres të asaj kohe, edhe derisa ishte të shfaq, më thonë aja ceremonia, ka hyrë ky Ratku me disa policë të tjerë, edhe di që, në më thonë, kam qenë prezent si nxënës në atë kohë, kur i kam pas marrë disa, në më thonë, aktivista, organizatorë të asaj, i kam pas maltretu e rre në prezencë të nxënësve. E tash e dhimbshmja e kretë kësaj është që ky Ratku, nuk e din që është gjallë e ku është, se kom idenë, sepse ky shteti jonë do duhej me ngrit akt akuza për ta, dhe s'ka qenë hiç e vështirë arse me ngrit, sepse ka njerëz tash unë, që në ato kom qenë fëmijë, kom qenë dëshmitarin një ngjarje të tillë, e lere mo aktivistat e njerëz të kohës, të cilët e kanë njohur mirë veprimtarinë e tij, edhe s'besoj që ka qenë fare e vështirë me mbledh argumente, fakte e me ngrit akt akuza për Ratkun e shumë Ratka të tjerë që kanë bërë zullëm mbi shqiptar. Po na tash kemi ardhur në çfarë ligjerimi politik publik në Kosovë, kur Oliver Ivanovićit, si më thoni thurën e LSH e konsiderohet si një prej njerëzve që ka kontribuar në ndërtimin e Kosovës, e këta ushtarë të UÇK-s, e këta njerëz që kanë shliru Kosovën konsiderohen si zullumçar. Unë mendoj që dikush në këtë vend dohet me dalë edhe me ndalë që diskurs. Pa marrë parasysh çmime, kostoja që na dohet me pagu. Dohet me ndalë. Ti jemi Mitrovicës dhe e njeh edhe e ke njohur edhe Oliver Ivanovićin, a ka një element që mundet me pas një vlerësim pozitiv nga ana shqiptarëve për ta? Ajo që dim na Mitrovicasit për Oliver Ivanovićin, e dim të gjithë që Oliver Ivanovići ka qenë një prej organizatorëve të masakrës që ka ndodhur në rrugën e Kovacëve në Mitrovic, ku 10 shqiptar, më thonë, janë masakruar. Dëshmitar, njerëz që kanë dëshmuar edhe publikisht, edhe kanë deponuar, më thonë, komplet dëshmin, kanë treguar që Oliver Ivanovići ka qenë pres i asaj masakre.
E tash na jetojmë qëtë realitet politik e publik në Kosovë, mas 26 vite shlirim, kër Oliver Ivanovici konsiderohet një prej njerëzve që e ka ndërtu, e ka zhvillu Kosovën, kurse Ramush Haradinaj e general të tjerë, se ai konsiderohen zullumçar. Ndoshta mos habet kur një ditë të shohim edhe emrin e Oliver Ivanovicit në ndonjë rrugë të në Verit Mitrovicës. Pa e përderisa është Zoran Xhenxhiçi aty, unë nuk besoj që ka me pas problem sipas logjikës tyre që edhe Oliver Ivanovici me që një prej emrave të shesheve atë rrugën në Veri. Veç do ta pranojmë për shembull se përpara nuk u mendu që në Verit Mitrovicës mund të ketë një emër të heroit kombëtar siç është Isa Boletini. Po, e kam pas proklamu Arsim një kohë që edhe simbolet e Serbisë i kam pas largu pe i Veriut, i kam pas e ato flamurat, po në që se shkoni ju sot Mitrovicë, sheni që ato flamura janë rikëthy gjithandej. Që unë besoj që politik me menë që këtij shteti do të ishte që ne me punu fërë në Veri, me kriju një realitet atje ku shteti Kosovës vërtet ka sovranitet, faktik e politik mbi atë territor. A ekziston ky sovranitet faktik? Siç shteti i Kosovës në Veri ka ekzistuar ka herë, nuk është që Veriu si tematik është shpik, Veriu si tematik është populiste viteve të fundit, po që ka pas qeverie, institucione që kanë punu në Veri ka herë, për me i mojtë banorët atje, për me ushtru funksionin e shtetit në atë pjesë, pa dyshim që ka pas edhe vështirësi, ka edhe të arritura në Veri, s'diskutohet, po përderisa atje kemi pas një akt agresioni, terrorist, i cilë është, si më thonë, organizu viteve të fundit, menoj që gjithë na do të me qenë shqetësum e mos me shëndru atë territor në pëdjem të populizmit, përderisa në prapavi bojmë akte tjera që e dëmtojnë të ardhmen, jo veç Veriut, për të komplet Kosovës. Plosëm pak për fushosë, për shtatë kom thirë, po na dolin këto temat rrugës, dhe posh një postim që e kështë bon, kështë thonë për Bajram, që e kena prej Kurbanin, edhe përdojnë me prej edhe kësaj qeveri, kësaj, se zi që kështë lidhë për vendosin që pas fjallë për me këthy në një ullë. Besoj që është në rrugën e mirë, nuk ka nevoj më këthy në ullë tjetër. Unë menoj që si asni parti ma parë, vetë vendosja nuk e ka asni të drejt me u anku të populli Kosovës, me që populli tash e disa herë ja u kalon mundësin me qeverisë. Edhe për kundër, më thonë, dështimeve të shumë taje që tash më dihen, populli me gjitha to ja u kalon këtë mundësi. Po duke qenë se një partije cila i merë 51% të, si me thonë, përkrajes qytetare, nuk arrin këtë përqindjet lartë me shëndru në institucione stabile, edhe me dhonë vendit qeveri stabile e projektet mëdhaja çfarë ky vend ka nevojë, unë mendoj që vërtet edhe ata vetë nuk e kanë idenë nëse po duhen me qeverisë apo jo, që në kontekst kësaj edhe në kontekst festës së Bajramit me që fshata filloi zyrtarisht dytën ditë, e kam thonë dhe vazhdojmë me thonë që vërtet kjo qeveri ka nevojë për, le të themi, një kurban e me kthy në udhë, e unë mendoj që këtë kurban më mirë se sa populli i Kosovës që ka me prej kësaj herë, s'ka me prej kërkosh. A mendojnë që LDK-ja ka nevojë për një kurban, për me kthy në një udhë? Unë mendoj që LDK-ja e ka gjetë rrugën e vetë, që është rruga e bashkimit, me që për një kohë të caktuar na e kishim pas vujt këtë problemin e disa, si më thonë, të lasheve të brendshme. Tashmë të gjithë e kemi vrejtë që sfidat me cilat ballafaqohet jo vetëm LDK-ja, po Kosova në tansi, meritojnë që për te egove tona personale, për te ambicjeve tona personale, ne të gjithë me u bashku e me u rështu, dhe me sfidu një pushtet i cili ka tendenca autoritare, sepse Arsim për me mos me harru, do me thonë, një prej arsyeve pse na po shkojmë zgjedhje, ose arsyeja kryesore pse na po shkojmë zgjedhje është e pazakënd në një shtet normal, është e pazakënd që në një shtet demokratik, më thonë, një parti mos me u mjaftu me 50%, po me i synu 70-80%. Po gjithkush i kishë synu dhe kishë dashtë 60-70, pse ju? Jo, unë mendoj që është ambicje rrezikshme. Një politikan i cili e kupton mirë filli pluralizmin politik, nuk do duhet as me synu, sepse në fundit pse ka nevojë një politikan, një kryeministër, me ushtru funksionin paralelisht edhe të kryeministrit
edhe të presidentit, edhe të kryetarit kuvendit, e pastaj me synu edhe matutje me u bo, edhe krye prokuror, e kryetari gjykatës kushtetuese, e këto sisteme, shëshnia joni një shumë mirë, e qëty në sistemeve, ma mirë se kushtë dhe tjetër, LDK-ja ju ka dalë në balë në vitin 1989, kur na kemi thonë që jemi kundër sistemit mënjes ku një parti qeveris, po kemi nevoj për pluralizm politik, edhe prandaj njët LDK-ja si partija e parë në ish Jugosllavi demokratike, cila i ka thonë jo mënizmet edhe e ka pru njët pluralizmin politik. Kishtë the që LDK është akademi për parti tjera, ka pas thonë në figure Lidhjes Demokratike të Kosovës dikur matje. Po që këta po e përqeshin këtë idenë edhe të faktit që na vërtet jemi akademi politike. Ama si partijin e vogël. Po, po jo domosdoshmërisht të qenurit vogël të bënd pavlefshëm, këta po e përqeshin edhe këtë idenë e qenurit akademi, po e përqeshin edhe këtë idenë e rrugovizmit cilin na e proklamojmë. Qarë s'ki rrugovizme? Po që ka prej atyne që e njohin dhe e besojnë shumë mirë marksizmin, po nuk dojnë kërsesim me e pranu e me e kuptu rrugovizmin. Po shumë interesant. Më thonë, qka është rrugovizmi, se ekziston rrugovizmi. Po të njëjtë, në për tavolina, në kafe, e me plët qytetar, ullën dhe të regojnë për marksizmin. Kush janë këta? Po janë disa prej tyre që, si me thonë, janë ushqyme këtë idenë e marksizmit, e kurse si nuk e pranojnë idenë e rrugovizmit. E ideja e rrugovizmit për mjë këthy, është, dhe me thonë, ideja për cilën ma shumë se kush dhe herë ka nevoj Kosova. Ideja për bashkimit, edhe e kundërta e këtij populizmit. Më thonë, me qeveris, jo domosdoshmërisht një parti, po me atë generozitetin që presidenti Rugova thoshte gjithmonë, kem nevojë edhe për parti tjera, sepse demokracia ndërtohet bashkarisht. E vërtet, po tash nuk takojmë lider të tillë që mendojnë për këta, kërkojnë që gjithçka me pas vetë në kontroll. Po si ambicio për menimin tim, është pa kuptim të arsim. Më thonë, nuk e kuptoj pse ka nevojë. Në qoftë se jo një ego e shprenume e cila, si me thonë, pretendon me shëndrukit statusin e Republikës Parlamentare të Kosovës në një status tjetër, me shëndru Kosovën në një farë monarkije ku një person fjala cilit është ligj e kushtetut, unë nuk e kuptoj pse tjetër, pse ka nevojë domosdoshmërisht me pas në diktatin e vetë funksionin e presidentit. Ne kemi pas një presidente cila supozohet edhe është statistikisht e vërtetuar edhe ka një farë konsenzusi kolektiv në Kosovë që në politikën e jashtme ka reprezentuar shumë mirë Kosovën. Që është funksioni bazë i presidentit. Edhe nuk e kuptoj pse mos me pranu, me rikandidu një person të tillë prapë. Por e keni rikandiduar jo tash si Lidhja Demokratike e Kosovës, është barë si listës kandidate për presidentet Republikës së Kosovës, një fotografi këtu që po shfaqet në ekran, pra shihet Vjosa Osmani, ku keni qenë këtu? Kemi qenë në një takim me qytetar në Tavnik, atje në lagjën, si me thonë, matë madhët Mitrovicës, një lagje ku ne jemi shkollu, e kemi kryer dhe shkollën fillore. Migjeni që përmane. Po, shkolla Migjeni. Duke qenë edhe gjenerat me Vjosë, na edhe kështu si nxënës kemi qenë që nga shkolla mesme. E një ka bashkë me Vjosën? Po, s'kemi qenë një të klasë, po kemi qenë një të gjenerat. Çka kujton nga ju ku e gjimnazit? Vjosa ka qenë nxënëse për herë, kështë nxënëse me dallume, edhe për, si me thonë, për korreksi do të mja pranu që edhe atëherë ka qenë nxënëse më mirë se unë, prandaj nuk e kam probleme dhe sot me, si me thonë, me ndjekje, me pasu në angazhimet tona politike të përbashkëta. Çka i sjell LDK-s rikthimi i Vjosës? Idenë e përbashkimit, shiqo, ne kemi nevojë secilin person i cili gëzon autoritet e përkrajet e votues të LDK-s me ofru. E Vjosa është një prej tyre, e cila ka gëzu e vazhdon me gëzu një përkrajet e një pjesë e madhe elektoratit LDK-s, ka qenë papranueshme edhe atëherë kur ka ndodhur kjo ndarje në mënyrë si ka ndodhur, edhe e ka dëmtuar LDK-n ato përmasat që e ka dëmtuar, e tash të gjithë bashk e kemi kuptuar që e kemi dëmtuar pak LDK-n, po tentojmë me sanu, edhe të gjithë na besojmë që kur LDK-ja është më e fortë, Kosova është pak më e sigurt, jo pak është shumë më e sigurt, sepse e ka një farë formësimi që këta tjertë po e tallën e dini që thëshin Amelika, po me gjitha to, ka një farë formësimi LDK-ja edhe na besojmë fort që
aleonca jonë kryesore do duhej me qenë Amerika. Na nuk kemi në një plan alternativ për një partner të madh strategjik përveç Amerikës. Edhe besojmë që këtë raport e mirëmban më mirë se kushdo tjetër LDK-ja. Ndërkohë jeni negor për deputet Kuvendit të Kosovës, nga në përbërjet e kaluara të Kuvendit të Kosovës ka pas, siç thonë një diçka. Ka pas deputet nga Mitrovica që janë kanë qenë në Kuvendin e Kosovës, nuk e dia ka pas nga LDK-ja, po flas për legislaturën e fundit. Në vitet e fundit ka mungu përfaqësimi i Mitrovicës në Kuvend të Kosovës nga rreth e LDK-s. Po, se kem pas për shembull Agim Basirin, kem pas ne kemi përfaqësues kështu individual të Mitrovicës, po LDK-ja ka qenë pa përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës tash sa vjet, edhe një prej arsyeve pse, si më thon, kam hyrë këtë garë, mendoj që ka nevojë domosdoshmërisht një përfaqësues i LDK-s nga Mitrovica me qenë Kuvendin e Kosovës, sepse janë disa tema për cilat marrin të drejt me folën foltorin e Kuvendit të Kosovës disa individ që nuk ja kanë fare idenë. Më thonë kom një deputet Kuvendit të Kosovës që në foltorë atje mojnë leksione ligjërata për veriun. 2020 kanë qenë s'pare herë, mos ma vonë. Ka disa të tjerë që flasin për Trepçën. E nuk e kanë idenë, seriozisht edhe kështu në komunikime e kom vrejtë që edhe nuk e din fizikisht ku gjindet miniera e Trepçës, prandaj edhe mbi bazën e kësaj. Po jo vetëm për këtë arsye, kërkojmë shtetjen e qytetarëve, sidomos të Mitrovicës, po jo vetëm të Mitrovicës, sepse duke qenë se LDK-ja në Mitrovicë nuk është në ditët e saj më të mira, kërkojmë shtetjen edhe të elektoratit LDK-s për te Mitrovicës në mënyrë që ky zo i cili ka mungun Kuvend të Kosovës me qenë aty e me qenë e kundërta, me qenë e vërteta e Mitrovicës në Kuvend të Kosovës. Sepse e vërteta intelektuale, akademike, kulturore e Mitrovicës ka mungun Kuvend të Kosovës prej vitesh pa modesti, po thëmë menoj që kisha mujt me përfaqësu. Unë të falenderoj shumë që ishte sot në emisionin frontal. Falenderoj shumë Arsen. Ndoshta do të ftoj edhe në cilësinë e deputetit si dihet. Uroj, e shpresoj që edhe si deputet, po edhe nëse jo si deputet, do të vazhdoj me qenë aktivist i pandalshëm në kauzat për cilat unë besoj. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Parlamenti Evropian e miraton raportin për Kosovën, thuhet se vendi e humbi vitin shkaku i bllokadës. Viti 2025 u konsiderua si veti i humbur për shkak të ngërçit politik. E kjo u tha në raportin e hartuar nga eurodeputeti Riho Terras. Raport kë i cili mori aprovimin e shumicës së eurodeputetëve në mbledhjen e mbajtur nga Komiteti për Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian. Me 47 vota për, 19 kundër dhe 8 abstenime u votua. 47 in favor, 19 against, 8 abstentions. Congratulations to our rapporteur Riho Terras. Gjatë së hënës, Parlamenti Evropian ka mbajtur mbledhje lidhur me votimet e raporteve nga vendet të ndryshme. E kësaj radhe me raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Terras, vendi ynë arriti të siguroj votat e nevojshme. Për këtë, ai shpreh falënderimet e tij ndaj PE-s. Vetëm një falemderim për të gjithë bashkë raportuesit të cilët janë shumë konstruktiv dhe punojnë mirë së bashku. Raporti shpreh mbështetje të fuqishme për synimet e Kosovës për integrimin në BE, përsërit kërkesën për njohjen e pavarësisë nga të gjitha shtetet anëtare, por shpreh keqardhje për ngërçin politik dhe polarizimet që po e shoqërojnë vendin edhe në një palë zgjedhje, si dhe për rrezikun që Kosova, si pasojë e kësaj, të humbë mjete të konsiderueshme financiare. Pos raportit për Kosovën, u votua edhe raporti për Serbinë, ku bëhet thirrja për progres në procesin e dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili sipas Parlamentit Evropian duhet të rezultojë me njohjen e ndërsjellë. Vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se tarifa e paralajmëruar për automjetet që hyjnë në kryqëzet nga komuna tjera ende nuk është planifikuar apo e vendosur. Por ai në një postim në Facebook tha se kjo alternativë po diskutohet në rast se fondet e Bezhit vazhdojnë të mbeten të bllokuar nga kjo qeveri. Nëse qeveria zhbllokon fondet e Bezhit për ndërtimin e unazës së kryeqytetit, nuk do të ketë tarifa për askënd, shkoi më të mëdha Rama në
kryet të postimit që e ka bërë sot gjatë ditës. Ai po ashtu tha se është propozuar që tarifa të jetë 1 ose 2 euro për automjetet që nuk janë të regjistruar në komunën e Prishtinës, ndërsa deri më 10 euro për kamionet të mëdhenj që hyjnë në qendër të kryeqytetit. E dy organizata kanë kundërshtuar draft rregullore në komunën e Prishtinës për taksat rrugore duke vlerësuar se ka dispozita diskriminuese. Instituti GAB dhe Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale kanë kërkuar tërheqjen e këtyre pikave të cilët janë akoma në diskutim publik. Sipas tyre, drafti parashef vendosjen e tarifave komunale për veprimtari ekonomike, pa ofruar një metodologji të qartë të llogaritjes apo një analizë të ndikimit ekonomik. Organizatat kujtuan faktin se Prishtina rreth 20 milion euro shtesë për shkak të statusit si kryeqytet që parashit të shërbejnë institucionit të adresoj ngarkesën administrative. Emisionin frontale vazhdojmë me informacionet të tjerë dhe flasim për të gjeturat e zyrës kombëtare të auditimit, ku kanë treguar se presidenca mbulon në 10 pozita me ushtrues detyre kundërligjshëm. Për vazhdimin e angazhimit në të paktën 15 pozita në presidencën e Kosovës u shkel ligje. Në po kaq vende pune në këtë institucion shtetëror, zyrtarët funksionuan si ushtrues detyre përtej afatit kohor të lejuar prej 2 vitesh. Kjo sipas ligjet rrezikon që në këto pozita të qëndrojnë persona që nuk i përmbushin kriteret. Mbajtja e pozitave me ushtrues detyre për një kohë më të gjatë se afati parapar ligjor rrezikon që pozitat e ndryshueshme të mbahen nga persona që nuk i përmbushin kriteret e kërkuara përcaktuara për pozitat adekuate. Në gjetjet e zyrës kombëtare të auditimit, i kërkohet sekretarit të institucionit të sigurohet që pozita e punës të plotësohen me kohë. E kur vije puna tek buxheti, në 2025 shpenzimet kanë pësuar rritje me rreth 6% në krahasim me vitin 2024. Nga rreth 3.1 milion në 2024 ka shkuar në afro 4.4 milion në 2025. Vazhdojmë emisionin frontal tash me bisedën e dytë në studio. Kam të ftuar 2 mysafir, Afrodita Maliqi dhe Shkelzan Dokaj, me të cilët do të flasim për listat e partive politike, kandidatët për deputet për Kuvendin e Kosovës, fushatën që është zhvilluar deri tash dhe mënyrën se si është bërë ajo. Afrodit, mirë se jeta. Mirë se gjeta. Zën, mirë se jeta. Mirë se gjeta, Marsh. Faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit frontal. Në këta minuta që na kanë mbetë, 30 minuta do të diskutojmë për listat, por edhe për mënyrën se si kanë zhvilluar partitë politike fushatën, edhe pse ka qenë shkurt, po besoj që na ka lodhur të gjithë. Se kemi hit latë në fushatë. Po se sapo dolëm për i fushatës tjetër, po erdhëm në një fushatë tjetër, besoj që do shkojmë në fushatë tjetër, apo jo? Uroj që të mos shkojmë ma, se për një ma është po, si thotë e shveja popullore, mjatë është mjatë, apo se është 5 palë zgjedhje, apo sa po hymë, sa janë këto që po malë mrena një vite pak muj është shumë për një popull, për një shtetë që s'ka dhe shumë banor, s'ka dhe shumë financa, kështu që unë uroj që të jetë të fundit pavarësisht se dyshoj që kam me qenë të fundit, të pas parasysh qëfar se si sjelljen e partive politike në vitin që lam pas, më thonë, zgjetën një konsensus për zgjedhjen e presidentës që pastaj na çojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme, sidoqoftë tash jemi ku jemi në një proces të fushatës zgjedhore, e cila nuk është që ka sjellë ndonjë risi, krahasim me fushatat e tjera, nuk është që kam pa diçka përveç saj gjuhës thash, por që në ato 2 partitë politike nga LDK dhe vetëvendosje kanë karshi njëra tjetrës, por në anën tjetër kemi pa një fushatë të moderume të Partisë Demokratike, pra nuk është diçka që mund është me veçu me thonë që kjo fushat karakterizohet për qëta. Ajo që unë po shoh nuk po shoh energji, nuk po shoh frymë të qytetarët qysh ka pas, për shembull të zgjedhjet e shkurtit ose edhe të zgjedhjet e jashtëzakonshme 28 dhjetorit, në shtatë për shkak që ishte fund viti Mërgata, ishte këtu, kishte një farë gjallënie, kishte një farë entuziazmi, nuk po shoh entuziazm as të qytetarët, nuk po shoh tubimet mëdhaja, nuk po shoh njerëz që janë të interesuar çfarë po ndodh, më shumë po shoh partitë politike tu mundu edhe ata tu
tu mundu me kalu këtë pjesën zyrtare të fushatës, pavarësisht që fushata ka fillu edhe më herët, sepse ne kemi pa edhe më herët partitë në fushata, kështu që kanë metë edhe pak ditë dhe shqyr që po përfundon. Nëzën që ke pati këtë fushatë? Nashta që të zjedhe pas zjedhe, ishtë dosht në një vend normal, nashta me prodhu një efekt pozitiv, nëse partitë politike, si me ishin kështy me zvete, kush po nëzirë kandidatura edhe kuadra më të mira për mi prezentu të qytetarë. Po fatkeqësisht me gjas kemi shkuar jo në kërkim të gjetje të aty në njerëzve që më shumë për një me bojnë budallakia e çmenduria për me i dhezë rrjetet sociale sa ndoshta kuadra. Ka ndryshime të vogla në disa subjekte politike, po fatkeqësia është që edhe në përsëriten edhe 5 palë zgjedhje të tjera, fatkeqësia këtij veni është që na kena pa një rezultat, frigohem, që kena pa një rezultat ku kena pas një legislatur e cila nuk prodhon zonat qytetarëve aty, po prodhon si mekanizma që me një mesazh dirigjohen. Ose njerëz që nuk përfaqësojnë shumë grupet ose interesat e qytetarëve. Unë po mundona për secilës parti politike, si me thonë, me gjetë një farë laramarnie, që ku vendi është dashur me konë vendi ku përfaqësohen të gjitha grupet e interesit, kur është zoni qytetarëve të krejt kategorive, jo vetëm një. Këtu jemi të e po, gati se cili kanë bo një farë shabloni të njëjtë të fushatës, ma djelë kanë, ka pak edhe po meritojnë se kanë degradu. Në një botë ku teknologjia sot për ta mundëson, ose i zhdasht me u shfryzu teknologjia që me po ide shumë më kreative, një fushat të kandidatëve që është mirë e përgatitën e që artikulohen mirë në, si të themin ato që përfaqësojnë ata. Shpeshere shumë një mix ku një profili një arkitektit delet flet ty për diçka që është ndo beteja që tje për këtë sanetjera ose për gjykatën kushtetuese. Po mundona me zgjedh njerëz që dalin, e lypin votën e qytetarëve dhe thojnë po unë ku me mbroj qëtë grup njerëz. Si themi rinin, gratë këto. Shumica e grave që i kim garë, ma shumë po flasin për zhvillime gati edhe globale, për tema caktune, të rrëjtë që të qaja pjesë që kemi përfaqësu. Se u botë që është një farë, po më do këtë edhe janë të shëtit të kejti një shkollë e këtyne që e PR-it që ja bënë, që nga me marë kategoritë kejtë njerëzve. Ti nuk mund është me folë me për shkak dikush që e përfaqëson rajonin e Gjilanit, është dashur me u marrë veç me temat ose problemet që ballafaqohen qytetarët atje. Po ti e sheh një pej Kamenica atje, ku të shkon atje në Drenicë, kap një flamur të TUÇK-s ose tani apo vërtet. Mendon me marr vota që të. Domethënë nuk kena të shkuna ty filtru, si më thonë partitë politike me synu me nxjerr për një me kuadrat më të mirë të kësaj shoqënie që na i shohim nëpër lista, edhe që ata me përfaqësu që ato grupe shoqënore ose që ato që e përfaqësojnë ata personalisht. Edhe që ato kauza, që ato tema, që ato profesion me cilin janë edukuar dhe janë rrit. Edhe që to e shoh pak problematike se tani po ka edhe paqartësi të qytetarët. Tani që tu vjen shpreja ajo që gjithherë në fund rezultati na vjen me përdori shumë shpesh që vetë sikur çka porosit në AliExpress e çka të vjen në fund. Pa ajo që shoh unë Xhanusht edhe arsim zhan nuk ka promovim shumë, pavarësisht se partitë thonë kemi futur njerëz të ri në lista zgjedhore, po nuk kanë shumë promovim ata njerëz. Po çto kishte thonë, apo përcaktuar se më thonë partitë politike kanë përshtypjen që përcaktuan veç të do figurat qendrore, edhe këta tjerë dyqysh po me të nëna. Për shembull, te Lidhja Demokratike e Kosovës janë dy njerëz që ne i shohim në për tubimet elektorale, është Vjosa Osmani, Lumir Abdigjiku. Po. Ose në për televizione, ti shih për shembull kur e caktojnë partitë politike me shku në debatet televizive që janë të përcaktuar. Pra është një numër i njerëzve të caktuar që i shenë të gjithë debatet. Domethënë pa
pa marrë parasysh për çfarë teme kanë me folë ata, ishe njerëzit e në debatën të shtatë që edhe në debatet tjera. Pra, po promovohen njerëzit e njëjtë, ndërka shumë nuk po ju jepet hapësirë njerëzve të ri që janë në për lista zgjedhore. Dhe kjo po mendoj që është partitë politike nëse e marrin dikant dhe e fusin në listë paktën, do të mja bëdhe një farloj promovimi, jo veç me shtin listë me ja dhoni numër ose me plotësu numrin e listës dhe pasaj ai kandidat me pa vetëm ja pa emrin që ekziston ashtu, po mos me ditë shumë kush është. Do të thonë, unë e shoh që partitë politike sikur e kanë bërë një farlloj ose kryesitë ose partive ose shtabet zgjedhore të partive politike, po vendosin vetëm për një rreth të ngushtë që po dojnë me promovu dhe pastaj ata po depërtojnë më po deputet. E mira në këtë rast është që neve nuk na kufizojnë, kështu që në ekran kanë shfaqur listat e krejt deputetëve dhe na kena me i komentu se cilën listë, bile nga regjia po më thonë që na mujna më çu atje, me dal fillimisht me afërditën, edhe tani me xhen mund shoqëti tani mu inkuadru kështu herë pas here. Çka më zgjedh kallëp këta? Ja, nuk është ideja për me tregu që edhe për tjerë të cilët nuk janë ato top të favorizuar të partive politike, por nuk e di nëse mund jam mirë apo keq, besoj që regjia më njofton. Afrodit del Maçedo se është Madrid, ato është pak më tërë. Pro lista e kandidatëve për deputet nga radhë televizijës vetëvendosje kryesohet nga Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje nga kryeministër, po na nuk e di ma do të jetë apo jo. Çfarë ka në veçantë te kjo listë? Dëgjoj këtu nuk është që ka diçka të veçantë, këtu është Albini dhe të tjerë. Domethënë mjafton të jetë Albini në listë dhe të tjerët sipas renditjes mund të bëhen deputet pa përjashtim. Dy emra që unë du me i veçu, njënin e thonë vazhdimisht, tjetri është një kolegi ynë që ka hy tash në listë, është Artani me sa... 15 numër. Artani Kunushevci me sa numër... Numër 15. Okej, Artani në kem kolegun e njëm herët, menoj që Artani është ka qenë një nga gazetarët më të mirë, një nga djemë, ka një trashëgimi të mirë, familjare, dhe për mu Artani nuk është e rëndësishme në cilin listë gjindet si kandidat, për mu do të ndoja që Artanin tasha deputet. Ardian Golin vazhdoj të kem njëjtin mendim për Ardianin. Ardiani është një nga do me thonë kandidatët më të mirë edhe që ka lëvizja vetëvendosje edhe për shkak të profilit të tij që ka edhe për shkak të mendësisë që ka më të hapur pothuajse shumica e lëvizjes vetëvendosje. Dikush në këtë listë që është mos me qenë? Po, unë e shohat me hanin atje, e shohat ku është Gjeci, e shohat... Tu ka plëtur, Donika Gërvalla, plët duhet mos me kanë këtë par liste. Donika Gërvalla mos me kanë listë? Për shkak të gjuhës, për shkak të profilit që kanë, për parvarësisht ta kanë koalicion njani me... E qunë atë par koalicionin e famshëm, si që e qunë, sepse s'di Guxo, s'di as ka shtrat elektoral, as ka zyra, as për gjojësh, dhe me thonë, po, thjesht, po ju konvenon. Po, për mu nuk e di qka, do me thonë emrat të tillë, me i fut në listë dhe me qenë deputet, nuk di mbetet në dorë të qytetarit, po të pak të do të me pas parasysh... Po fakt që po votojnë, sepse ta po janë marra radikal, mendësia e lëvizjes vetëvendosje është e tillë dhe kush fynë dhe shallë ma shumë, këtu merr vota ma shumë. A si shdosh me ka kundër ta? Po i shdosh dhe me ka kundër ta? Po fatësisht që është ta e kanë këtë mendësi. Shkojmë te lista e partive tjera, besoj duhet të jetë e Partisë Demokratike të Kosovës. Jo, lista... Kjo, LDK, s'ka rëndësi, PDK-ja, se LDK, PDK jenë vëtë qysh si njejtë. Po kam qepë kjo to si njejtë. Lista PDK-s është një listë që në të shumë një numër i madhë. Po, atër ditë kamerës e ke këtu shpinën, edhe që shto komunikoj me mu, e tani në ndërkoj. A mo tani që shme këshyrë? Po, ja, e këshyrë ka jetë. Shumica e kandidatëve janë të ri, për cilat që që thash unë ma përpara e folja për ta të ri, që nuk kena mundësi shumë me njohë për shkak që s'janë promovum, nuk i një dhe nuk ja jap të drejten as mi komentu, do doja ti shëja të promovun. Në këtë listë do doja që deputet të shëja ata njerë që kanë bazavend të UÇK-s. Për shkak se UÇK-ja kohëve të fundit është edhe krerët UÇK-s, edhe pet njerëzit e UÇK-s janë atakuar jashtë të mase të mënu me demonizu rolin e UÇK-s, unë do doja të shëja në parlament të fillu prej Fadil Demakut,
prej Altin Krasniqit, pavarësisht që Altini është i ri, është djali i Jakub Krasniqit dhe do doja ta sheja në parlament, do doja ta sheja Najt Hasanin, për shkak se Najti le të thot kushdo që atë thot. Najti është një nga themeluesit e UÇK-s dhe një nga njerëz që ka mas shumti për këtë vend. Do doja ta sheja Bekim Haxhiun, për shkak që është poshtë me numër, po i foli këta të UÇK-s që do doja të sheja, për shkak edhe të backgroundit e tij, por Beka ka qenë edhe shumë aktiv edhe për shkak të kauzës e tij që ka me shëndetësinë, domethënë është bajagi i një zë në parlamenti për shëndetësinë. Edhe Artan Behramin për shkak qësaj që po e them, domethënë Artani vazhdimisht ka fol, ka luftu, ka ngrit për çështjen e ish-krerëve të UÇK-s dhe këta janë disa nga ata që unë kisha pas qef me qenë deputet e Parlamentit të Kosovës. Kemi folë shumë, po. Veçanta në këtë listë është edhe në listën e PDK-s, që sa kom mujtë me kuptu, ka ma shumë se lista tjera nga diaspora. Po, haruma me përmen edhe Aida Dërgutin që është me numër 107. Po, pse ka që poshtë Aida Dërgutin? Ajo ka si pas Aidës, ka qenë vetë dëshirë Aidës me qenë, qëto e kam dëgju në prononcimet e saj. Ne po folim vazhdimisht për çështjen e mërgatës dhe shpeshere kemi bot tej mërgatën, apo diaspora ka po voton, qysh po voton, tek po voton, e parë që Partia Demokratike edhe herave të kalume, nuk është që hera parë që Partia Demokratike ju jep hapësirë njerëzve nga diaspora, e pash edhe tash, ka bo përshtypje një djalë me numër 57, Shaj Kadriaj, që ishte shumë aktiv, do më thonë shumë aktiv i strukturave të PDK-s në Zvicër, kishte ndihmuar shumë fondacionin Liria ka emër, do më thonë e dim gjithë rolin e ati Liria ka emër, edhe ishte një nga biznismen të sukseshëm, do me thonë, ne bëna by njerës e tillë, atëherë, nëse po dojmë njerës nga diaspora, urnani, votani nga diaspora. Edhe të, me qëllim e përmena Liria ka amën, për shkak që backgroundi ti ishte familja ti, familje që ishte qenë pjesë UÇK-s dhe që kishte ndihmuar UÇK-n dhe trashëgiminë e familjes e ti e kishte vazhduar edhe Shaipi. Ka shumë që kisha mujtë me përmen për shkak të hapësirës kohore. Permitit, sa kena ko, veç kalojmë të Lidhja Demokratike e Kosovës? Unë këtu deri të numri 9 asë që kisha diskutu këta, sepse dihet qysh janë jetë. Dëgja, unë e kuptoj që këta ka një marrëveshje politike, marrëveshje mes Lumirit edhe Vjosës, por nuk e shoh fort arsyeshme që njerëzit e LDK-s që kanë qenë pothuajse oponencë e partisë vetvendosje, t'ju jepet dalin më poshtë se sa për shembull Albena Reshitaj. Ne pak më përparëm pyetje për Aida Dërgutin. Aida Dërguti numër 100 e sa ishte, për shkak se nuk ka qenë në struktura të PDK-s, nuk ka qenë aktiviste, edhe nuk e ka po të arsyeshme ta marrë një numër më të lartë, pa pavarësisht që i është ofruar. Ndërkashtu kemi një qasje tjetër të Lidhjes Demokratike, vazhdoj të mendoj që unë kam një respekt për Armand Zemajn, për Anton Qunin, për Abdullah Hotin, për mënyrën se si e bën opozitën. Nuk e di ku e lexova, tha LDK-ja vërtet, tha fillon prej 10 e poshtë. Që është ta fashone? Edhe Besa Gaxhiri nuk i di sa numër është, po numër 44 Besën, Besa ka qenë, kur ka qenë deputeti, ka qenë shumë e zëshme, ka qenë një opozitë e fortë, ka qenë vetëvendosës edhe kur ka qenë LDK-ja në qeveri, ajo ka ditë me ju revanshu, ka pas një farë guximi me ju revanshu vetëvendosës, kështu që doja ta shija Besën në kuvend, nuk di dikur se shumicën edhe... Kalojmë te Aleanca? Për Aleanca për Armërinë e Kosovës, që tash për herë të parë numër e Barcilisës është Ardian Gjini, nuk është Ramoshadina, i cili është rëditur në vendin e 11. Çka e bën të veçantë këtë listë? Ka na jamen që ja vlen me përmend? Po, unë mendoj që lista e Aleancës së radhë është listë shumë e mirë, pavarësisht që mendoj që ajo lista e LDK-s ndoshta është prej lista më të mira, por lista e Aleancës është një nga listat e mira. Unë du me i veçu të dy emra, që janë edhe kolegë tonë, Avni Arifin. Avni Arifi edhe Avniu ka qenë analist, ka një background në institucionet shtetërore, dhe më thonë, që me thonë atë puzzle e një deputeti e kompleton një mirë të Aleanca. Po, numër 8, por edhe burim
Ramadanin, burimin e njohim të gjithë ka qenë këto, edhe për shkak të profilit, për shkak të profesionit, për shkak se shpesher shumë gjëra, në mënyrën se si ka thonë, burimi kanë qenë interesante edhe për opinionin publik, pra janë dy figura që do i bëjshin deri vetëm aleancës me mi pas deputet, po edhe komplet parlamentit e Kosovës. Pastaj Dautin e kush është tjetër ta dihet pastaj. Dhe është një listë tjetër vetëm me 6 ata të gjithë vjetë shkojnë. A ka gjallë që me kalu pragun PSD-ja? Unë dyshoj që PSD ka me kalu pragun sepse nuk ka pas një elektorat, nuk ka pas një, por as nuk po e kuptoj qysh po e po fushatën. Po, interesant është të nuk po e kuptoj, për shkak se PSD ka qenë me ato aksionin e gjithë dim kursunal PSD-ja, dhe më thonë ka vazhdu, bilone shpesh herë kumë përkra se mu ka dur si opozit e vetme është PSD-ja, e kam përkra, dhe tash kur unë ku menu që ta kanë me kronë ma agresiv, kanë me dalë me ma shumë farte kundru levizës vetë vendosje, ta po i shojmë të marë me kolegë tjerë opozitar, dhe më thonë nuk i kam kuptuar. Ke forme opozitarizme, ta vërdit, falenderoj shumë, dzënë rova për ty. A kena listën e PSD-s? Ata nuk kanë kështu në kuptimin janë 6 persona. Për 6 deshta me folë, edhe kam ndaj mendimin e kondërt me Afrodita. Një mirë balë. Qepse, fatkeqësisht keq që kjo që apo e thojnë një grupë për 6 vetëve, të PSD-s është realitet të cilin na nuk mujna me muhu. është zoni jo një gazetarve që e kena thonë dër vite. Edhe unë kam respekt për punën e jashtëzakonshme edhe energjinë edhe vullnetin e tyne, që përbojnë edhe që përdojnë me kallëzu që opozita bëhet qështu. Dhe me thonë me naj që keq ato që kemi thonë na për studio televizive, me shkrime, me gjithë shka, e qka ka kritik ndaj opozitës është realitet. Nëse na dojna me, si me thonë, me kur këtë pjesë... amnestu pushtetin duke kritiku opozitën. Ata nësë përbojnë qëta, nuk për amnestujt. Nëse na po dojna me vu fokusin veç të keq qeverisja edhe të kritika ndaj pushtetit, që kemi plot argumente në këtë drejtim, kjo nuk do me thonë që na duhet me amnistu një opozitë e cila ka qenë e fjetur absolutisht, për këra pajtu të gjithë që... Për ata pajtona edhe me bindjet plot, thëmë, që dëshira jame është që PSD-ja, ata 6 deputetë në mi po në kuvendin e Kosovës. Madje për punën e tyne, për vullnetin e tyne, për energjinë e tyne, e mbi të gjitha që në ty tregu që ky pushtet i Albin Kurtit nuk rëzohet ndryshe përveç me një opozit e cila është shumë ma aktive, edhe ndoshta edhe shumë me aksione ma agresive së këtë tjera. Kjo nuk nënkupton që duhet me gjuhë koktej molotove me sulmu institucione, mirë po me aksionet e tyne na duhet me dha respekt edhe për çudin tame, po shoh që po ka kritikat moja në media. Unë e ti po ndo këtu ketë shkuptu. Unë e tash ta i kom bështet kur kanë bo aksione, vazhdimisht, po nuk për kuptoj pse po bojnë opozit ndaj opozit, ndaj partive ish opozitare. Se ku menu si këta kanë me qenë ma tash për ndaj levizës vetë vendosje. Unë esem në PSD, po që për taj për argumentit pse. Për shkak se mës me pakon që kjo opozit, që ka që lodhme, që shukon dhe i qtash, pushteti Albin Kurtit nuk e shumina. Si kur një opozit të shkon qysh po thot PSD-ja, sot rezultati i zjedhe nuk ishtë në 3 palë zjedhe qështu qëfare për shumë na. Dhe ma këtu është të komuniku me elektoratë, me qytetarë. Unë e kom problemi nëse PSD-ja kish argumentu ose kish, si me thonë, kish bon fushat ndaj opozitës, pa pas fakte në dur. Po të pikan fakte dhe dhe pibojnë. Në fundja edhe kanë fushatën aktive, edhe po doket që e kanë shumë sinqert, respekt për gjithë lidhën e PSD-s, po për një me meritojnë edhe në kësha pas shumë dëshirë me i pa në kuvend. Edhe me bindën që ndoshta kjo kish me qenë opozit shumë ma e forë se sa komplet blok opozitar që kemi pas ditash. Kalojmë të lista, kemi veç 5 minuta, po besoj që do të shkujmë ma shpejt. Shumë e kom se kletë që ta e raport që përbëj. Kërë, si kom komentohë me këta. Gjithë shka... Albin Kurti, Glaukun Jusa, që ne me Glaukun njëm njoftë dhe personalisht, ne vlerësoj jashtëzakonisht shumë, si njeri, si profil, si djali përgatitun, po mu nuk unë ka pëlqy mënyra e tina, se me thonë për këtë lëvizjen vetëvendosi me paprit që kanë mu bon të që ka shtë përdorshëm edhe ndaj propaganda dhe këto, unë e këmë thonë që ta njerëz nga u duhen, se kë njerë nuk isha besu kur që bjenë në këto, po me gjithat është kuadri i vetëm
mbrapa Albin Kurti, tani këtu tjerë që në larg tina. Për Donikun as po du me fol, as po du me komentu. Ndash fal, ndash mos fala, e përdo deputete po merr vota. Qeku është djali i përgatitun, unë mendoj që për dallim nështë apej shumë këtyne tjerë. Që në vetëvendosje, kisha dasht me ka pjesa krejta tyne, të cilat nuk janë vegla të sulme, propagandës dhe të linqimit. Që është bajegit zërë me gjithë, po, Ardian Gola o mojtë mirë, për shama. Ka pos, po këta fatkesisht ta dhe janë hije pak, se ti nëse nuk je që si gjuhe, që ka shtë nuk do këtë sigur nuk po jep kontribut. E pyta Ferditën thash që a është na jemen që është në këtë listë dhe nuk është dashur tjetë? Po, ka shumë. Që për shama kujtohet atje, Vigan Qarolli, për shumë të edinu në këmë nëzirë një skandal të këtina atër, kë paramendojnë. Një që pretendon me kam profesor universitar, kjo është në zotë të vjellë në provim të jurisprudencës. Dhe më që kjo është shembli maj keqe, që na mujna me ja prezentu tash, me dhe me kë jo mu degradu, si me dha me kam mos me ju hap dyrë shumë në për institucione akademike, institucionet shtetit, kjo avancohet edhe bëhet edhe deputet. Menej që është modeli i keq. Po ka emna në vetëvendosit të cilët Hoxha Molla Osmani, që është në këtë listë? Respekt për Hoxhën, po në marë respekt kom për atë qiken, unë ja kom ngu poezit e sajna, ajo është e jarëzakonshme. Kështu kjo që u bo, që tash po del në fotografi, Adelina Tashani, Po. Që e lidhe Hoxhën me Adelina Tashani, po janë dy ekstremet e cilat si me thonë, është pasqyra e lëvizjes vetëvendosje. Edhe ndoshta është aja që e ka thonë e që u përmen prej ish miqve të Albin Kurtit, ose që i ka pas në bashkë lëvizjen vetëvendosje, që ka thonë që du të me pas sa ma shumë, që shukona e thonja, sa ma shumë bërlog që me prodhu energji matë madhe. Këta nuk jem të identifikua ashtu. Unë e kom respekt edhe për Hoxhën, për shkak se një prej asajone, kom respekt edhe për Adelinën. Këta, nuk është problemi këto që në përfaqësimin e vetë, bindjet e veta, unë i respektoj të dy polet. Mirë, po që to nuk mund me shku të dyat në një subjekt politik. Sa atër na nuk e dim se qka përfaqëson vetë subjekti politik, ose nëse dolem edhe të aja që sot ti nuk mund është me identifikua se e majta, se e djatë. Për shkak se ti këtu shumicën e njerëzve i ki milionera, dhe sa lëvizja vetëvendosje, ose kapitalista në kuptimin e... Ka milionera në që lista? Që s'ka milionera, ki ato që u konë me shumë vite. Po për ma keq, për shumë edhe Vigan Qarolli, edhe ai që u konë ministri të shëndetësisë, i ki kësi kuadra që si me thonë kanë kullot në përkejt pushtetet e kalune, e sot i ki në lëvizjen vetëvendosje. A dhe qëta nuk isha dosh me i poti nga përfaqësu në kuvend, për shkak se ti nuk e dina që përfaqësojnë ata. A dhe kuptimin e as ideologjike, as të grupe caktuar ose interesat shtetarëve. LDK-ja, Vjosa Lumiri natyrisht me kësi, unë e kam respekt shumë malë për Darsa Kicën, Darsa Kica Gjelili është e vlerësoj për shkak se është jashtëzakonisht aktive dhe jashtëzakonisht punëtore. Për ndryshe, këtë njerëz që unë i shoh që janë aktiv si opozit ose si në pushtet, po që punojnë, që janë të gatshëm edhe të qasshëm në përket aktivitetet shoqërore, në media, në shoqëri civile, e që e marrin mundin, si me thonë, për çdo zhvillim e shkruajnë një status, e dhoni mendim vetin, se që kjo kontributi politikanëve se këta s'kan orar punë, si me thonë me shku, që kjo është një për arsyeve që unë Darsën e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, respekt maksimal kam për Hykmete Bajramin, unë mendoj që kjo në rolin e opozitës u ka zoni ma, si me thonë, opozita ma e fuqishme e LDK-s. Renditja e Hykmetës në listë, a u ka një pritshëm? Nuk u kaj, pritshëm ka pas pak knaqësi këtu, natyrisht për shkak se këtu e kena një bashkim të në disa njerëzve të Vjosa Osmanit edhe Lumir Abdegjikut, po unë për shkak nuk kam që LDK-ja ka një pjesë të kandidatëve që ka 4-5 legislatura që sa nuk bojnë as për LDK-n as për opozitën, po si me thonë sillen pak sikur janë baballarët e LDK-s, edhe qytetari ja ka me obligim me shku masyne ose me votu. Për shkakun e shoh, a me përmend mama? Okej. Abdullah Hoti për shkakun e shoh një prej njerëzve që LDK-ja i ka dhënë mas shumti. Nuk ka edhe një tjetër që e bën me
27 vjetë në kryetar të komunës, e bën ministër, e bën kryeministër, edhe këto nuk e shek kurrë, është thirrë 20 herë, më tarë në emision nuk vjen me bën një debat. Ndodhin plot zhvillime, skandale të pushtetit anena këna, krejt shoqëria aktive merret me trajtun çto, hente ja këshyr Abdullah Hotit Facebookin, as Facebook të vetin për të me shkruajt. Me demek që unë jam një farë intelektuali që Kosova edhe shoqëria mund të me bërsh, me kone në propozita kyqe me ligjerunja 2-3 universitete, po jo edhe me bo. Unë nuk e pëlqej profilin e këtyne njerëzve. Për shkak ka plot këto tjerë që janë jashtëzakonisht mirë që gjafen, për shkak Gjafergashin nuk kisha pas qef me po në deputet LDK, për shkak të kaluarës së tina, për shkak të karakterit fort tina, si më thonë ky e përfaqëson edhe vlerën e luftës në ushtarit të Zotit, edhe nuk ka kriju kur as përqarje, as në atë kohën kur si më thonë kur ka vlu këto në për deklarata në për gazeta në atë periudhën e hershme, por nuk ka ra asë njëherë në gjuhën e qytyne. Si me thonë, ka qëndru parimorën që ato vlerat që janë ma shumë njerëzore në është asë se kja. Te lista e LDK-s... PDK-s e LDK-s, shkoj? Te lista e LDK-s, që po të mja dha hakin një që ato që e kritikum ma heret, e ki një Alisën, po ndo këtë është 99, Alisa jetulla një qik 22 vjetë, që për minimin 99. 22 vjeqare që në 2-3 javë të fundit dhe më e ka bën diferencen me plot kandidat tjerë mënyrën se që përfaqëson. Një amën që ju imponu qësoj gare e që ju përmen gjithanel në përtubimit e LDK-s, po jo vetëm. Edhe për një arsye tjetër, për shkak se që kjo është një 22 vjeqare që mundet me kom model për këtë qëta 33 që po ikin për qëti vene që nuk bëhet, e që i kanë ka babalartë pozitat edhe në për institucione, edhe në për parti politike, kjo të të regu që ndoshta me një përkushtim, me një fokus qartë për rinine, për 33-at këti veni, ka edhe artikulimin e qartë, se kjo nuk po fletë edhe për tema, si me tha për diplomacie, pra mena fokusin e ka të rinia, do me përfaqësu qatë kategori njerëzve, është jashtëzakonisht e mirë, kësha pas qef me po të shumë do të shumë në kuvend apo ju. Kjo është lista e Partisë Demokratike të Kosovës. Të Partia Demokratike e Kosovës, zonë këtu kisha dasht me i po krejt që ata që janë taman opozitar, dhe që janë njerë që kontribuojnë në jetën publike aktive të Kosovës. Si të LDK-ja, edhe të PDK-ja ki plot tjerë, madje të PDK-ja ka degradu hala ma kesh, se një pjesë e tyne tash, si me thonë, i ka 5 mandate u kanë kryetari i kuvendit, tash po dalin bojnë dëfar fushata kësit trive, ose që mujnë me ka fanik shumë me i kap këto. Ten. Paramendoj, unë veç deshta me janë shumë një paragraf manena profës që ka thot që aja kam, edhe me thot që profë ka nivelli jesë mujnë me thot se nuk sa sështë për më thonë është më denu tani me kësi. Për shumë Rani Smojli është jashtëzakonisht i mirë, edhe një fakt për shumë që tash po flitet që një pjesë e madhe dikon në 28%, sipas sondazheve të fundit janë aktualisht është elektorati pa përcaktun, e pjesa dërmuese e tyne janë në Prishtinë, në menaj që to njerëz si Rani Smojli që kanë punu shumë, edhe e ka fokusin, e ka pas fokusin Prishtinë, e ka rrit PDK-n, edhe është jashtëzakonisht aktiv. Aferdi, Eliza Hoxhen kisha pas qef... Ka ndru demografia në Prishtinë. Ka ndru demografia në Prishtinë. Ka nërë shumë njerëz nga fshatrat, nga qytetet tjera. Elizën po ashtu kisha pas qef me po, për shkak se ato që i përmeni Aferdita ma heret, u ka shumë aktive, ka dhoni kontribut tjerë zakonisht shumë për organizimin e protesta të UÇK-s. Po, vërtet. E ki një, për shumë të kategori, që Arben Gegen, për shumë e ki prej listë gjatë të teqi i PDK-s, që është të e bo një fushat të mirë e që po mënohet me targetu vish një temë. Kjo është një biznismen i suksesshëm në ndërtimtari, edhe po mënohet me dhonë qitë kontribut, se me dhonë qitu po dënë me adresu, po që kjo është arsyeja jame pse kom hinë në politik, për shkak se që kjo segment shumë i rëndësishëm i zhvillimit Kosovës, ka rëndësi shumë madhe, ka probleme shumë mëdha me cilat ballafaqohen që kjo kategori e njerëzve në Kosovë. Lista Aleancës për Armërinë e Kosovës. Këja, e këmë thonë njëherë, s'kisha pas qefas me u diskutu, se a ka lënë progin, a se ka lënë. Nuk po diskutu, është interesant, nuk po diskutu në timin. Edhe jemi bindën që ka me përformu jashtëzakonisht mirë, nuk kisha dash me po kuvendin e Kosovës pa zonin e pa frymen që përfaqëson
AOK-ja, ka jashtëzakonisht djemë dhe qika të mira. Jo edhe një Besnik Tahiri është një djalë shumë i përgatitën, shumë aktiv, shumë punëtor. Ka ne kena Burim Ramadanin, e kemi pas mik të mirë, kolegë, gazetar, që nuk e ka da punë në skor, që te AOK-ja për shkak është që kjo që i ki plot për profile, plot kandidat të cilët e kanë një profil të caktuar. Si me Burim Ramadani është ekspert, ju ka përkushtu prej një gazetari, sot e ki një prej djeme matë përgatitur nështë edhe në për lista tjera për pjesën e sigurisë. Avni Arifi po ashtu besoj që shkon, Agim Qeku kisha pas jashtëzakonisht qef me pa në kuvendin e Kosovës për shkak të kontributit edhe asaj që e përfaqëson. Edhe si renditje nuk është keq të Alianca. Po që ke, për pak vota ka met në zete ka në numër shumë i vogël. Ahmet Sufi kisha pas qef me shku për shkak se është Ahmet Sufi u kanë një prej figura më të mira të AOK-s, edhe që e përfaqëson pjesën e... Një nga figurat më të ndershme, le të themi të Aliancës për Armirinë e Kosovës. Dorsa i vetëmi prej pak vend njerëz që është, si me thonë dhe, prej ushtrisë ligjtare të Kosovës e gjitha aktivitetet tjera, po kur nuk ka pas, si me thonë, naj afera, naj skandala, naj diçka që është për full. Edhe do kisha pas qef me po, ndoshta edhe për këtë pjesën tjetër që AOK-ja mos me ka koncentru nëse mos me u trajtu hala si një bastion veshi Dugagjinit ose pjesë tjerë. Po më shmendo edhe në moral. Zënë të falenderoj që të falenderoj shumë, Afrodit falenderit. Afrodit falenderit shumë, Zënë falenderit të shikuesve të televizionit të Shtatë dhe të emisionit frontal, këtu po japim fond për sot.